Këto janë 3 shenjat më të pagabueshme të horoskopit. Ka disa shenja të horoskopit që kanë instinkt veçanërisht të fortë që i mbron nga gënjeshtrat dhe surprizat e pakëndshme. Intuita është tipari tyre i fortë dhe shpesh i nxjerr nga situata të vështira. Qoftë çështje miqësie apo biznesi, këto 3 shenja kanë aftësinë që të shohin përtej fjalëve dhe të dallojnë kur tjetri po i gënjen. Peshqit njihen për ndjeshmërinë e tyre dhe intuitën e lartë. Peshqit janë në gjendje të përshtaten me emocionet e të tjerëve, duke i bërë ata jashtëzakonisht të aftë për të dalluar pandershmërinë. Kur dikush thot një gënjeshtër, ata e kuptojnë menjëherë. Aftësia e tyre për të lexuar njerëzit dhe situata drejtohet kryesisht nga inteligjenca e tyre emocionale dhe aftësitë vëzhguese. Akrepi. Nëse ka një shenjë që nuk duhet nënvlerësuar kur, është akrepi, të njohur për mendjen e tyre të mpret dhe aftësinë analitike. Ata kanë një aftësi unike për të zbuluar të vërtetën. Akrepat janë detektiv natyral. Kurioziteti dhe vendosmëria e tyre i bën ata të pamëshirshëm kur bëhet fjala për të arritur në fund të gjërave. Ata mund të lexojnë lehtësisht midis rreshtave dhe të dallojnë mospërputhjet në histori, duke e bërë pothuajse të pamundur mashtrimin ndaj tyre. Gaforet, të njohura për natyrën e tyre thellësisht emocionale dhe intuitive, shpesh kanë një ndjenjë të çuditshme kur diçka nuk shkon. Kjo shenjë është shumë e përshtatur për ndjenjat dhe qëllimet e të tjerëve, gjë që i bën ata të aftë për të dalluar një gënjeshtër. Nëse dikush nuk është i sinqert, një gafore me siguri do ta evidentojë. Ata mund të kuptojnë kur fjalët e dikujt nuk përputhen me ndjenjat ose veprimet e tyre, duke ngritur menjëherë një flamur të kuq.